Statusi që tradhton të njëjtën mendësi që opozita pretendon se lufton deklarata e flamur Nokës pas protestës nuk sjell asgjë të re në jetën politike shqiptare. Përkundrazi, ajo zbulon edhe një herë sëmundjen më të vjetër të tranzicionit, ndarjen e shqiptarëve në tanët dhe armikët, në të denjë dhe të padenjë, në patriot me teser dhe qytetar pa zë. Kjo është pikërisht logjika që politika shqiptare ka ushqyer për 35 vjet me radhë, duke e kthyer pluralizmin në tifozëri dhe demokracinë në pronëpartie. Në ditët para protestës së 22 marsit 2026, Noka kërkoi mobilizim total kundër narkoregjimit, ndërsa pas protestës retorika u ngrit edhe më tej me akuza për terror, kërcënim dhe regjim. Problemi nuk është vetëm gjuha e ashpër kundër qeverisë. Problemi i vërtet nis kur një forcë politike e shet veten si e vetmja mishërim i dinjitetit qytetar dhe i shpall skeptikët, kritikët apo mos pjesëmarrësit si pjesë të së keqes. Kur thuhet se vetëm demokratët janë njerëz dinjitoz dhe vetëm një lider i caktuar frymëzon qytetarët, atëherë nuk kemi më ligjërim demokratik, por kult partie dhe kult individi. Kjo nuk ndryshon në thelb nga mënyra si pushteti sulmon mediat, portalet dhe zërat kritik sa herë i dalin kundër. Është i njëjti model, kush nuk është me ne, është kundër nesh, dhe këtu qëndron turpi më i madh i politikës shqiptare. Opozita denoncon arrogancën e qeverisë, por në shumë raste përdor të njëjtën arrogancë morale. Qeveria lanson median dhe tenton të diktojë narrativën publike. Opozita, në vend që të hapë derën për çdo qytetar të zhgënjur, flet sikur protesta, revolta dhe vetë Shqipëria u përkasin vetëm militantëve të saj. Kjo është arsyeja pse kaq shumë shqiptarë nuk ndihen të përfaqësuar nga askush. Sepse për partitë qytetari i lirë, ai pa teser, pa flamur partie dhe pa bindje të verbër, mbetet gjithmonë i padëshiruar. Në një vend normal, protesta do të ishte thirrje për bashkim qytetar përtej partive. Në Shqipëri, ajo vazhdon të shitet si pronë e një kampi kundër tjetrit. Njëra palë e quan veten shtet, tjetra e quan veten popull. Njëra palë e sheh kritikën si sulm, tjetra e sheh mospjesëmarrjen si tradhti. Dhe kështu, mes këtij helmi të vjetër, Shqipëria ka mbetur peng i të njëjtëve aktor, të së njëjtës gjuhë, të së njëjtës mendësi përjashtuese. E vërteta është e thjeshtë dhe brutale. Shqipëria nuk ka nevojë për politikan që ndajnë njerëzit në të pastër e të papastër sipas bindjes partijake. Nuk ka nevojë për lider që flasin në emër të gjithë popullit, ndërsa në fakt mbrojnë vetëm rrethin e vet politik. Nuk ka nevojë për predikues militantizmi që shesin veten si shpëtimtar. Ka nevojë për politikë që pranon kritikën, respekton qytetarin pa teser dhe kupton se demokracia nuk është marshim partie, por bashkëjetesë me mendimin ndryshe, sepse sa herë një politikan flet sikur vetëm të vetët janë heroin, dhe të tjerët janë ose frikacak, ose të blerë, ose pjesë e regjimit, ai nuk po ndërton demokraci. Po ndërton një Shqipëri tjetër të mbyllur, ku liria matet me bindje partie, dhe kjo, pas 35 vitesh tranzicion, është jo vetëm e turpshme. Është mjerim politik.